Ka dy deklarate. Para është ajo Elon Musk, I cili duam influencën e ka në këtë administratë, pavarësisht se mund të thotë mund duken shpendurira, po veshin e president e ka, I cili tha që duhet të bëhemi gati për të rrequr nga NATO dhe nga OKB-ja. Pavarësisht se mund duket një skem krejtësisht edhe disa senatorë republikanë thanë atë. E çmendur si edhe senatorë republikanë, pra është një person që është njeriu I dytë më I rëndësishëm sot në Amerikë pas Donald Trump. Dhe kur e thot ai mund të ketë veshin e presidentit. Dhe dyta është sekretari amerikan I mbrojtjes Pete Hegseth në Bruksel, I cili tha që Amerika nuk do jetë më për Evropën për ta mbrojtur Evropën që kemi më parë. Siç duket e kuptoi gabimin e vet dhe pastaj më vonë mundohet ta ndryshonte në deklaratat e mëpatshme. Kështu që ka disa deklarate që kanë vendosur në lëvizje Evropën dhe Evropa ka informacione sigurisht shumë të sakta në këtë rast dhe kupton se çfarë është duke ndodhur përtej asaj që ne jemi duke parë. Sepse ka të dhëna që lufta dhe këtu e kanë dhe replik me Goxhajn, lufta hibride e Federatës Ruse kundër Bashkimit Evropian ka filluar tashmë. Jo vetëm kundër Bashkimit Evropian, por edhe kundër Shtetit Bashkuar. Po nuk ka rëndësi, po është lufta. Është një luftë e re. Po është prej 2008. Aq më tepër që në 2008. Çka ka Federata Ruse me Europën e shket? Pse I bën luftë hibride? Lufta hibride është për interesa politike dhe ekonomike, ajo është komplet diçka tjetër. Me të gjitha setet e ngrira, me gjithë miliardët e allokuara. 2008 është koncept për të marrë informacione, është aspekt ushtarak, janë shumë gjëra brenda. Disinformimi, përgatitja e opinionit publik. Rusia ka për qëllim, le të themi, shpërbërjen e Bashkimit Evropian, shpërbërjen e NATO-s dhe shkatrimin e Perëndimit. Pas ka një qëllim sigurisht. Ky është qëllimi kryesor I pas ka një qëllim. Punojnë vazhdimisht për këtë. Ky është edhe hakmarrja, është një lloj hakmarrje pas asaj që ndodhi me shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik. Qëllim shpërbërjen e Bashkimit e Rusisë, pra